Një alarm serioz është ngritur nga komuniteti biznesit dhe organizatat ekonomike në vend. Vendimi për rritjen e tarifave të çmimit të energjisë elektrike po konsiderohet si problem shqetësues për komunitetin e biznesor. Ata duan që ky vendim të anulohet, në tërkundërtën do të prodhojnë shumë probleme tjera të qëndrueshmërisë së bizneseve, qofshin të vogla apo të mëdha. Blerand Bobi thotë se rritja e çmimit të energjisë elektrike është e papërballueshme për ne. Na si punëtori pe kena pak problem këtë shërtim të rrymes, sepse këtu edhe në fshat edhe nuk pe ka energji të mirë, pe ka ndërprerje zakonisht. Shpesh nuk kemi rryme ka 2 ditë, 1 ditë, po sidoqoftë do të më këshirë mja dalë dyqysh. Bobi shtoi se është e rëndë t'ja dalim me këtë vendim. Shumë e rëndë për neve si fabrik, sepse po mundom mja dalë me energji të vjetë sa kena pas, por tash që u rrit, pe kena pak më problem, po s'pe kena shumë bo. Shpenzimi është i madh për shkak të makinerive dhe kostoja e shpenzimit rritet shumë, shtoi Bobi. Po, normal që shpenzojmë shumë sepse kena makina të mëdha, o fjale për fabrik milion që, po si do që më konë rrymen që kena të mirë për shembull, okej, halal, po edhe rryma e dopta dhe shtrajtie madhe problem për kena. Ndërsa sot, gjykata themelore e Prishtinës ka refuzuar padindaj zyrës së rregullatorit të energjisë elektrike për vendimin për shtrejtimin të energjisë elektrike e dorëzuar me 2 maj 2025 nga grupi asnjë cent më shumë.